E përmete ajetin që thot Mojsiu ka tha Izraelitëve vrani vetin. Po nuk kanë Teurat kjo, nuk kanë Bibël, nuk kanë i tradit. Do me tha, Muhamedi merr, fut ajetet kota, s'ka lidhje me mende. Si mundesh ti si njeri me arsye, me i besu këto? Mirjamën i thot, o motre e Harunit, e nana e bia i Imramit, Haruni e Musa kanë jetua 1000 vjet para Maris, e ka bërzije Marin, Kurani e bërzije, këta nuk ka hadithet, o Kurani që e bërzije, nanën e Jezusit, me motrën e Harunit e Musës, që e kanë pa një motër me emën Merjem, e lajo, Mari. Do me tha, këto më çudit mua ti, si njeri, si shkolltar, si nuk i kuptoti këto? Ku a thot Teurati, që u ka tha Mojsiu, vllazërve vetë myt një vetin? Kur ku? Ka i fut Kurani këto gjana? Do me tha, për mua Kurani, kure unë di Biblien, kure kom lexu Kurani nuk kom qesh, o ketë shmenduri, do me tha, me lexu se çka thot. Kurani thot se, edhe s'po hapi tema, veç po folji për këta, si mu që me besua. Kurani thot kja ardë, se shpetoj Noehi e familja tina. Qohet, aj hoxha bling bling, si e ka emnin aja Elvis Naci, ele kumet atje si një djalli tina, o hipën malje se ka dëgju Allahun e amyt, atna kur e ka rinjall Jezusi, o kja i thim, budalla që pa menç, si me i besu këto, nuk e di ti, si njeri arsym, u menoj, ja, dëvërtet ke frik, tash psikologjisht, ke frik, me mohua një gjan, apo nuk e i sinqert, tu nuk mundi me menua. Si munesh ti me justifikut, po të bëjnë pyetën, drejt për drejt, si munesh me justifikua ti? Budallaku ne Kuranit që i thot Maris o motra e Harunit, o bia e Imramit, nuk ka një arsye që mundet njeri me logjik me bon. Urno, vazhdo, se s'kam qef me hangër shumë kohë. Po, të kuptoj, unë i kam disa studime lidhi me këta, edhe kjo është pikë që ja vlen me diskutu, se fjala uht, edhe ibn, veled, valid, eb. Për shembull, uht në Kur'an nuk i thuhet veç motrës babës, i babës e pinanës, i thuhet edhe motrës në fe. Edhe motrës e lozës. Për shembull, Kurani kur flet për Tevratin, shumë herë i referohet ngjarjeve të njëjta që janë edhe në Bibel. Nuk po shpik histori. A më mundet mi pa Kurani nga një kontekst në manryshe. Sikur një film që e sheh një epizod për një kondit pak ma tjetër. Njëjtin send për shembull, më peshen tjetrën anë të medaljes. Për shembull, kur morim një ka një, vrasja e vetvetes. Kjo është gjuha, Kurani po flet këtu për një gjuhë të pendesës kolektive, pra mbyt në vetveten, o populli i Izraelit, mbyt e veten, çka ke boti, domthon ke boni mkat, tash ka ardhur vet koha me mbyt egon tonë. Jo me masakru vetveten. Pra është një simbolik, është një shembëltyr, është një gjuhë e ashpër morale që e ki dhe në Bibel, diçka ngjashëm. Sa për me Jeremen që është motra Harunit, thash nuk është gabim biologjik. Është gjuhë semite. Po nuk ka vlla, si gjuhë semite më rebur, si u gjet me kja ele e bia Imramit, ele e Harunit. Come on, man. Isa alayhis salam atë quhet biri i Davidit. Po. Se profecia që ka me kja i biri i Davidit si pas trungut, po dëgjo,
Maria e kanë pa motrën Haruni Merjem, edhe baba o thirë Imrami, që nuk ka koincidencë vetëm e bia, vetëm motra Harunit. Wait a minute, just a minute. Njerëzit në Kur'an, njerëzit quhen sipas linjes shpirtit, sipas linjes fisit ose sipas linjes traditës. Edhe në Bibël e kit njëjtën. Unë të thash, është gjuhë semite. Nuk ka vlla dëgjoj. Vetëm dëgjoj. Vetëm po ta na pyetjen. Pe cilit trung vje Maria? E di se ke me sfidu vetin, nuk ke ka ikon budallak burra, kom studiua. Pe cilit trung vje Maria? Qërëm. Nigo, kur teksti lexohet mami pranoje more vlla, pranoje që në budallak burse, se jetë me bën gjimnastik me trunë, s'ke ka me shku. Unë e pranoj që feja nuk kërkon me fitu debat. Po jo, po ti po munohesh me mbind me do që janë krejt absurditet. As nuk po munona me të bind, ti thjesht pa japi menimin tam. Okej, ti jep menime, po janë vetëm si me i ra violinës. Vazhdo ti. A të dim që të liqë. Dëgjoj, unë po ta jap kohën ma gjatë ty, unë vetëm po kom qef me tërhy që Maria nuk ka pej trungu Harunit, që s'ka lidhje me Harunin, që po thot kjo ti. Si mu nuk ka koincidenca që i thot e bia e Harunit, motra e Harunit ele bia e Imramit, plus Aisha që ka thot? Ka besua 100% sa motra e Mojsiut. Aisha ljufton, e thot pop, i thot atina i bin kap, ti po rrë, thot, kur i ka tha kjo jomëre, o dalimi 600 jetë, o ma shumë se 600 jetë. Si nuk e ka, pse Aisha e ka besua Muhamedin? Vazhdo, unë vetëm kom qef me tërhy 30 sekonda, urno. Ukht Harun. Ja Ukhte Harun është e njohur në Kur'an, që nuk po flet për as nuk është gabim biologjik i Kur'anit, as nuk është gabim genealogjik i Kur'anit, thjesht po flet me një gjuhë semite. Nuk e ka për qëllim këtu vlla ose motër pi nane pi babe. Është një tema e gatë gjuhësore. Fjala ukht në Kur'an nuk do me thonë motra pi gjakut. Ose motra pi gjinit. No. E ka për qëllim një aspekt krejt tjetër. Kjo tema e gatë. Unë jam i gatshëm ty me boni debat një ditë vish për qëtë pik. Ja Ukhte Harun me pa për shembull qysh e interpreton Kur'ani që ta. Apo kupton? Po vlla, dëgjoj. Që me ti tregua disa probleme, derisa të studiosh tjetër. Na merru seriozisht. Po jo. Unë nuk mundem me besua, dëgjoj. Unë ç'tash ti, mundam. Po okej, po ti na po disa pika. Po ti na disa pika, se unë po folje shumë rrallë. Po ti na disa pika, dëgjoj. Këto tema nuk i gizbuluti, këto tema janë të vjetra, janë të njohura, unë këtë temë kam lexuar para 10 vjetë. Po ti na disa pika. Ti ke lexuar me munua me justifiku. Unë po ti napi sfida që s'ke ka me të kalua. Pikë parit, nuk ka vetëm çështja motra e Harunit. Çështja se i thotë le bia e Imramit. Tash, Haruni o kja biri Imramit, bibi Amram në Bibël. Do me tha, është Mojsiu e Aroni. Ky thotë bia e Aronit, motra e Aronit e le bia e Imramit. Imrami është baba i Harunit. Nuk ka koincidencë që e kanë pa motrën ata Merjamën, edhe Merjama në fakt o kje ma e afërm me Harunin se me Mojsiun. Tash, pika tjetër, Maria nuk ka lidhje me trungun e Harunit, që prap gabim, si pas Bibljes, nuk ka lidhje me birin me të binin trungun e Harunit. Harunia s'ka trung. A kupto? Ti di 12 fiset e Izraelit. Këto janë budalache. Përfundimisht, Aisha, gruaja e profetit, kur i ka tha Ibn Kab, i ka tha, ka damja ba këto budalache, se kështu e ka arsye. Ka tha, jo, ka tha, ashtu dikur i kanë pathir motra si pas emnit.
Aisha i thot, jo, ti e rënc, ti e gabim, o kja motra e Muses. Atë na ky i thot, okej, pra non e besimtarve. Nuk mundesh me bën gjimnastik, me mende, sa të duesh, nuk mund me bën, është gabim, se Kurani nuk ka kronologji. Kurani menon se tënë ka jetuar profet njëjtën kohë, a je bën pshesh e kos, tënë pshesh e kos aty. Okej, nalë qëtu. Okej. Ama kohën tam, e vishte bisedojmë edhe shta, për Po, përfundojmë. dëgjoj vlla, ti ke ma shumë kohë se unë shumë shkurt pe përdori kohën teme. Vazhdo. Njërë mas pari feja nuk ka që shka thonë Aisha, edhe Aisha si pas islamit, si pas Kur'anit, Aisha gabimqare. Kur'ani ja ka akuzu dhe Aisha si gabimqare dhe gjynahqare dhe zemra e saj ka deviju nga rruga drejt. Po dhe Muhamedin akuzon. Në Kur'ani, jo, Muhamedi nuk ka akuzon. Po i thot kërko falje. Nuk është e vërtetë. Vazhdimisht. Po mirë, vazhdo, se s'po dua me të qitë pe lojët. Jo, kjo tim tjetër, unë jam i gatshëm për secilën për këtyne fjalëve që ti po i thu me majt kanë i debat, për secilën fjalë ka 2 orë. Njërë mas pari nuk është e vërtet që si pas Koranit Muhamedi e gabimqar, dhe ato ajete... Po pse kërkon falje, t'lutëm, vetëm përgjegjëm, pse i thot Allahu me kërku falje? Po kjo tash është tim tjetër. E di, vetëm po thom që ti po, you're making positive statements. Nuk muna mu dalë për një temën temë. Mirë, vazhdo, fal, hajde. Edhe që e dim fond, nuk muj më dalë për një temën temë. Mirë, vazhdo. Vazhdo, jo vetëm kur thua diçka që e di që nuk ka vërtet, u s'disi me pranua, di. Si pas me nuk është e vërtet. Okej, e mirë, vazhdo, si pas te. Si pas interpretimit tem, profeti Muhammed është ma'asum, është i pagabum, dhe nuk ka ajet në koranor që profeti ka qenë i gabueshëm. Krejt ato ajete që pala tjetër kundërshtare i merë si gabime, gjënaat e profetit Muhammed, unë jam i gatshëm i diskutu. Kjo tim tjetër. Sa i përket, kur dikush thot si puna jote që në Kurani ka gabime biologjike edhe merë o motra Harunit ose bia Imranit. Ti si person, jo ti në këtë rast, po ai që e bën këtë gabim, ai po e lexon tekstin antik me një sy modern. Teksti antik, pa e njoft gjuhën semite. Po ti Biblia semite, more vlla, nuk i ba ato gabime budallaqe. Pse nuk i thot Biblia motre Harunit? Po Biblia a gjuhë semite. Nuk mund që me përdor këto gjana, gjuha semite, edhe Biblia a gjuha semite. Nuk i thot kur ku motre Harunit se s'ka lidhje Maria me Harunin. Haruni nuk ka trung. A kupto? Do me tha, janë 12 fiset e Izraelit, populli Izraelit o njofë si pas etërve e të tyre. Vazhdo. Qëre, në Bibel unë po të sfidoj. Ka me 10 raste që fjala bir, ose motër, ose atë përdoret jo për atin e vërtet, jo për motrën e vërtet, edhe jo për birën e vërtet. Po, e vërtet. Po e njëjta sena. Po jo, se dëgjo, nuk ka njëjta sene. Dëgjo, Jezusi thot, biri i Davidit, sepse Jezusi vjen pe i triungës Davidit. Po dëgjo. Maria s'ka lidhje me trungun e Harunit. A merr vesh? Nuk ka koincidencë më vlla që e ka i motrën Mari. Pse Aisha? Jezusi a quhet biri i Abrahamit. Po. Çfarë konteksti? Se është biri i Abrahamit. Qysh? Se është biri se vje pe i trungus Abrahamit. Po nuk Abrahami ka pa, dëgjoj pas shpjegoj dëgjuesve. Abrahamin ka pa Izakun. Izaku ka pa Jakobin. Jakobit ja ndryshoi Zoti emrin në Izrael. Izraeli ka pa 12 djelm, nga të cilët vinë 12 fiset e Izraelit. Tash ton populli i Izraelit, m'fal të shpjegoj veç. Elizabeta është bia e Aronit. Elizabeta, a quhet bia e Aronit? Po. Po ka jetu sheku ma përpara. Se vjen pe i trungus ti, po jo Maria. Jen pi linjes fetare, vjen pi një shpirti fesë. Po pse i thot e lebia Imramit, ti po ka po është veç për Haronin, po i thot e lebia Imramit, ku a koincidenca, me logjik. Pret. Ele dëgjo, ele e fundit, ele beta isha, i thot Ibn Kab, ti e ty re, i thot, është e bia o motra e Mojsiut.
Jetu i përsërit senet, unë e kuptova këto, s'ki nevojë me përsërit. Çka ka Okej. thënë Aisha, pak njerë mas pari Aisha nuk është masum. Po me Aisha, ka ti nuk neja ka- isha, me ku e ka pësu ato logjin? O zotni, Aisha e ka kundërshtu Aliu. Po Aisha me- ka bo gabime. A thua e isha ka Aisha të nuk gjua ka- Muhamedin? E Muhamedi e ka besua këtë budallek. Aisha disa herë ka gabu dhe profeti Muhammed ja ka tërheq vrejtjen. Aisha, edhe pse ka qenë grua profetit Muhammed, ajo nuk do të thotë që çdo gjë që ka thonë është 100% e vërtet. Jo, ka mujt me E përdor di po logjikën pse e po saj gabimin edhe- vlla. Po, Ka po, psikologjia. Ka i Po, binda vlla. ish. Ky mendim që me i tha i bin kap, ti e ty me rej, se të vërtet ka besua se Maria është motra e Mojsiut. Ka i bind kësaj ky mendim, apo se të vërtet e kanë besu këtë budallek? Kabe Lahbari ka qenë tefsirolog, i cili është bo musliman. Kabi ka qenë i musliman, që është bo prej fesë që fute, e ka pranu islamin. Tashti Kabi, edhe pse ka ditë arabisht, edhe ka qenë musliman, Kabi këtu në këtë rast, si pas si transmitimit që e pas ke lezuti, e kundërshton Aishën. Kjo është diçka që generatat e para e kanë kundërshtu njëna tjetrën, që është me kuptu një ajet kuranor. Ti nuk mundesh me më thonë mu, Aisha ja ka qelu, e Kabi ka gabu. Nuk janë Jo, më ke keq kuptua vlla. Unë po të thom, ka i ka bind a ishe si njajti besim se Maria motra e Mojsiut. Pse ka bon këtë gabim? Apo transmitua gabimi? Nuk e di, Aisha aty nuk po thotë që e kom nigu pejgamberin. Nuk ka Po thotë. nuk e thot, jo, po ka i ka Aisha përdore aty logjikën po e thotë- psikologjin. Po valla, unë e përdori logjikën. Aty Aisha si ja ka marrë menja çështu, për menim temin Po ka gabu. pse ja ka marrë menja? Se e thot Kurani sa motra e Harunit, e bia i Imramit, e Mojsiua, biri i Imramit, e vllau i Harunit, edhe kanë pa motrën Mariamën. Sepse Aisha në disa aspekte e ka kuptu në një mënyrë literale, sepse aq ka qenë kapaciteti i saj. Aliu, në anën tjetër, e ka kuptu pak ma thellë Kur'ani dhe prandaj ka pas polemika me Aishën. Aliu ka qenë ma i thellë, Aisha ka qenë ma sipërfaqësore në disa aspekte. Aisha ka qenë edhe ma e rinë mosh. Tani, pse ka marrë Aisha, unë nuk di ka marrë, aty nuk po thot që ka marrë pi profetit. Aisha e ka bani një mendim, e ka dhënë një opinion, kjo është mendimi i saj, për mu o gabim, nëse ka thonë ashtu, nëse hadithi është i saktë. E vish pak, prit vish pak, just a minute. Unë po të thëmë, shamuj ke në Bibel me dhjetra që për shembull bijtë e Izraelit. Nuk janë fëmijë biologjik të Jakubit. Janë pasardhës, janë popull, janë traditë. Janë fëmijë biologjik. Janë fëmijë biologjik. Janë frim. Jo vlla, janë edhe të bit biologjik se Jakubi ka pa 12 djenj. Biblia është shumë e qartë vlla, nuk mund me bë gabimin në Bibël. 12 djelj, 12 fiset e Izraelit e ndahen. Dikush është atë na, nga Juda, dikush nga Benjamini, ton këto në Bibël janë e shkruame. Kurani o pshesh e kaçimak. Judet, duke qenë sipërfaqësor, ata shtëpinë e profetit, ose shtëpinë e Allahut, e kanë kuptuar si shtëpi fizike. Dhe që sa vite janë tu e lyp shtëpinë e Solomonit edhe nuk janë tu e gjetë në Palestinë. Kush? Shtëpia Izraelit, sepse janë shumë sipërfaqësor, nuk janë të thellë. Jezusi ju fliste judejve me shëmbëltyra, ata nuk ishin të gatshëm me i kuptu shëmbëltyrën, se kanë qenë njerëz sipërfaqësor, nuk kanë qenë njerëz shpirtit. Tani kur Kurani dhe Bibla i referohen shtëpisë së Allahut, shtëpia e Zotit o zemra besimtarit. Shtëpia ku rrin Zoti o zemra jote. Tash di banorët e shtëpisë, banorët të cilët e besojnë këtë frym, jo domosdoshmë me kon familja jote prej gjakut. Prit. Pra, bit e Izraelit, ose biri Davidit, ose biri Abrahamit, ose bia Aronit, njëjta sen, bia e Harunit, ose o motra Harunit, ose bia Imranit, po flet për linjen, po flet për linjen priftërore, po flet për shpinën e devotshmërisë. Po si lidhet Maria me ta? Po lidhet me traditën e Harunit, se po jo, vlla, se dëgjoj. Po pse i thotë edhe bia Imramit? Nuk mundesh me këta me bën gjimnastik mendore. Me i pa tha vetëm, digjo,
Dëgjo. Prit se vëlla folje ton kohën se m'jas pak mundësi me fol. Dëgjo. Vish edhe një fjalë, fol 5 minuta, vish edhe një fjalë. S'dua me fol 5 minuta, dua me pa intensiv bisedë. Për shembull, a je bi i Skënderbeut? A je biri i Skënderbeut? Po. Qysh ti biri i Skënderbeut? Okej, po dëgjo tash, dëgjo këta. Me pas Skënderbeu, një djalë që e ka emnin, me pa Skënderbeu një djalë që e ka emnin Harun, e një vajz Mari. E vajz Seme, mas 1000 vjeç, me i tha, o, Mari, e bia e Harunit, e le bia Skënderbeut, ta thot logjika se o gabim katastrofë më rëbur. E le veta isha prap taq, e mbron këte, se thot o motra e Mojsiut me gjak, kush je ti, thot më tha kështu. Nuk munesh, se pe i cilit trung vjen Maria, vlla, nuk vjen Maria pe jashti trungut. Njerë mas pari, profeti edhe vetë Kurani, në qindra ajete dhe në qindra hadithe, e kanë kallëzu me qindra hadithe, ka me qindra ajete, kanë kallëzua që Musa a.s. ka jetu para Jezu Krishtit 600 vjetë. Vetë profeti ka thonë hadithe tjera. O prap gabim! Sa vjetë ka jetu? Musa? Sa vjetë ka jetu? Para Jezusit? 1000 vjetë s'paktit. 1200. Po mirë. Po ashtu, më falj, ashtu i thot e Ibn Kab, thot, o dalimi mes tyne e 600 vjetë, nuk kanë 600 vjetë, o krejtë rren. A kupto? Vlla, nuk muç me ba, ChatGPT muç me ba, te tona janë rrena mas rrenet. Unë jam i bindun, Kurani ka vetëm rrena. Nuk ka me ik, nuk ka jetua 600 vjetë, ka jetua gatim 200 vjetë Mojsiu para tina. O një gabim katastrofal, se po, në fund thot, që po thot, dalimi tyne i thot Ibn Kab, nuk muj me kja thot kështu, se ka jetua Mojsiu 600 vjetë para tyne. Por kur kjo i kudra vendi, thot, okej, nane besimtarve, po besojmë, qka beso ti? Ka marra isha besimin nga Muhamedi? Vlla, ku një kronologjin Kuran? Kur ka jetu Abrahami? Nuk ke kronologji më rebur, ti zdin, kur gjan nga Kurani? Kur e kom lexua Kuranin të parën herë, mua më duk denim i purgatorit. S'kam muj gjan me kuptu më rebur, marr Biblën, Zanafillën e në thot, në fillim, Zoti krijoi qiellin e tokën, vazhdon jeta e Adamit e Eves, vazhdon jeta e Noehit, vazhdon jeta e Abrahamit, vazhdon kronologjia, në Kuran, kom tretën surën e Viçit, s'disha qka ty nol, mos të kisha dit pas Biblën, s'kisha dit qka ty nol. Gjysa e surave janë e si pas lopve, e si pas kafshëve, e si pas budalaqeve, qka gjypet sura e lopes, qfar lopes bu? A kupto? Pra po thom, nuk ka me ik, janë gabime një mas tjetrit, e kom studiua këta shumë në thellësi, unë kur e kom lexuar parë herë në Kuran, unë kom qesh me zot nalë, me një herë e kom kuptua se o gabimi, sepse ti kite tha motra e Harunit, okej, mos të kite pa motrën Haruni Mari, që e ka emnin Mari, Merjem, edhe mos të kite pa babën Imram, haj, kishim muj me arsër tyre, po jo mëre vlla, urno, vazhdo. Qëre, kur folim për profet e mdhaj, për 5 profet e mdhaj, për Adamin, jo, po për Noan, për Abrahamin, për Mojsiun, për Isajin dhe për profetin Muhammed. Po flasim për etapat kur feja e tyne ka qenë e gjallë. Tashti, si pas Kur'anit, nëse ti po pretendon që e ke lezu Kur'anin, e këto dyshime nuk i ki marrë blanko për internetit, që adin që po dyshojni që i keni marrë blanko për internetit, se krejt njëjta dyshime keni që 20 vjetë, 30 vjetë, apo kupton? Pa normal, jo 20-30 vjetë, këto janë që shpillimit nga zanafillja e islamit. Nuk i kisë bëllu ti. Unë për para 10-20 vjetët njëjta dyshime i kom lezu në internet.
Pse, a lexove në Kur'an këta? Ti po pretendon, si njeri sinqert, që beson Jezu Krishtin, që turnon ti me kon njeri devotshëm, ti këto sene nuk i ke zbulu, po i ke marr blanko për internetit. Pse, a nuk mundesh me lexu ti këto? E dyta, nëse ti po pretendon që ke lexu Kur'anin, po, a nuk e shen Kur'an që për shembull Kur'ani kur flet për Mojsiun, po flet për kohën e faraonit, edhe po flet për kohën e Egjiptit. aha. Tash, koha e Egjiptit, koha e faraonit, u kon para kohës si Jezusit, kjo kuptohet logjikisht. E di vlla, po Muhamedit a i kanë tha veshi, a i ka marrë besime aty këtu, e i ka fut, ka bon strope ka qimak më rebur. Okej, po të bëjnë pyetje nda te, dëgjo, vetëm një sekund. Po prit, në sekund, vesh, në sekund. Kurani vazhdimisht thot, Bane me kohë. dëgjo, Kurani vazhdimisht thot, faraoni, i cili faraon? Bane me kohë. Vazhdo, unë po të thomi, cili faraon? Se thot faraoni, po faraoni ka ba shumë faraone, ose me tha sot prezidenti. Bane me kohë. Vazhdo se e kreva burë, se s'dua me ban ligjërata, dua me ban bjesed intensive. Ama kohën. Po ta na pur ton kur ke fol ti. Vazhdo ti. Ani fol ti pra, hajt fol ti. Mu e folja çka deshta. Okej, po ta përsërishtoj. 30 sekonda mua më jep, s'ke nevoj ma shumë, dëgjo. Po ta nap 30 sekonda, he? Kurani thot vazhdimisht, gruaja faraonit. Po faraoni o titull, nuk o personi, ai nuk e din këta. Ama kohë. Vazhdo. Nuk po flet çorem. Tash kjo tjetër. Kurani kur po ti e përmende faraonin vlla, për ata e përmenda more burse s'po kam nasip. Vazhdo te Maria, vazhdo. Unë kur e lexoj Kur'anin, pa lexu asnjë libër tjetër. Kur e lexoj historinë e Musës, që përmenden disa ajete të Kur'anit. Edhe kur pastaj vite historia e bijve të Izraelit. Edhe kur lexoj për faraonin e Egjiptit. Logjikisht, nëse unë kam dije prej librave të historisë botënore, unë kam e kuptuar që Musa ka qenë kohën e Egjiptit, kohën e faraonëve, kur flet për bijtë e Izraelit, po flet për Jeruzalemin, që ka ardhur mas anej. Isa vjen mas të vratit, sepse ka një zinxhir, ka një epokë. Nuk mundesh ti me thonë njën të njëjtë edhe profetit Muhammed ju ka përzi, sepse se pas ka ditë që Musa ka përpara e Isa nuk e pas ka ditë. Unë nuk mendoj që një profeti që e ka bën revolucionin më të madh në historinë e njerëzimit, më kanë shef këto dije që i din edhe fëmia ndjep. Nuk i ka ditë. Si ka ditë? Kjo kjartë se nuk i ka ditë, se e përzije një grua që ka pa një emën o barabar si një teut, vajz tresot, me i tha me e përzije me mretneshën teut shqiptare. Kjo katastrofë, qyre, ti po munohesh si mini kur zahet në ata, në kljus, kur zahet minin në kaps, po munohesh me ik, po ta bëjnë pyetjen krejt, ti si studiues, pej cilit fiz vje Maria, pej Aronit apo pej Davidit? Përgjigje shkurt, nëse s'ti po të tregoj. Po ne po kuptoj vëlla. Okej, Maria vje pej trungut Davidit, nuk ka lidhje me Aronin. A kupto? Nuk ke ka me i këti gabimit. Të me tha, është gabim katastrofal. Unë vetëm e pruna këtë gabim që the ti parë se ka tha Mojsiu vrani vetin, thot Kurani. Po nuk kanë Teurat. Ku e ka tha këta? Muhamedi ka folë si pas shefis vetë. Thot në sura 5:13 që thot krishterët thonë Jezusi janë biri i Zotit, që fut thonë Uzejri. Who the hell is Uzeir? S'di kush. Nuk ka një vërtetim historik që e pohon këta. Do me tha nuk mund e shtitash, ka futën Kuran, thashe thamje, okej, familja e Noehit, a shpetoj, nik ajet kuranor, thot shpetoj familja Noehit. Tjetër ta shëbajnë besimin i deku djali. Do me tha, o katastrofë, se po, të jepte kronologjin Kurani. Okej, pa i fillon me ljopën burë. Ka fillon me ljopën me njëherë. Unë kur kom lexu Kuranin të parën herë, kur kom kalua me njëherë në ljopën, unë jam kja last. Ljopa, qka ljopa, mos të kish kuptu pak Bibljen unë.
Unë e kish marrë atë liber e kish jellë. Kom tha, qka ky liber? Meno të ashti, mos me dit Biblën. Po ti s'kishe me dit gjamër e burë, pe i Kuranit nuk e din as kusha nëne Muhamedit, as kusha baba, as kusha thmija Adamit et Evës, as kusha gruaja, ti s'din kur gjamër e burë. Nuk ke as një përgjegje. Ty duhet me dalë pe i librave tjera, me formulua me jo stufukudi që është Kuranin. Kuranin vetë veti, o budalaku maj marë që ka krya njerëzimi. Për ata prapa pytja, si mundet një njeri edukum si ti me besu këta? Unë prapa thom, kom respekt për ty, ja menoj se ka psikologjia mua më duket se keni frikë me shpërthyë. Edhe me dalë me thahaptas nuk ka e vërtet. Ja dyta nuk je i sinqert. E kom ma shtirë me besua se si sinqert. Unë nga psikologjia mesoj se keni presion aq të madh. E në gjdo mënyrë e ke luftën mrena vetish që mundosh me justifiku që Kurani e i vërtet. I vërtet për çka? Pa mere Kuranin që janë e Kuran alone. Po çka do me spjegua me ta më rëbur? A nuk muj Allahu me Allah do spjegime që janë në tafsira?